Policia e Tiranës ka nisur një hetim administrativ për tetuar pretendimet e prindërve të një 14 vjeçari që dyshin se djali i tyre është dhunuar nga punonjës të policisë në komisariatin numër 1 të kryeqytetit. Ky njoftim erdhi pas denoncimit të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, i cili i referohet një incidenti që ndodhi gjatë orëve të pasdites kur 14 vjeçari u shoqërua nga një patrullë policisë pasi u kap duke hedhur fishek zjarri në zonën e liçenit artificial. Policia e Tiranës ka informuar se ka marrë njoftim nga qytetarët e zonës për veprimet e të miturit dhe ka refuzuar rastin në prokurori për prishje të qetësisë publike, duke vendosur që i mituri të qëndrojë në gjendje të lirë. Por pas pretendimeve të prindërve për dhunë ndaj të miturve në komisariat, Drejtoria Vendore e Policisë së Tiranës ka nisur një hetim disiplinor ndaj 2 inspektorëve dhe një nënkomisarie të përfshirë në rast. Përveç hetimit administrativ të nisur nga policia, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka dërguar materialet përkatëse në prokurori duke kërkuar hetim për 3 punonjës të policisë që dyshohet që kanë kryer veprime arbitrare dhe kanë shkaktuar dëme të tjera me dashje ndaj të miturit. Nga ana tjetër, Drejtoria e Standardeve Profesionale ka nisur hetimin për të verifikuar nëse punonjësit e përfshirë në këtë rast kanë shkelur detyrimet dhe rregullat e caktuara nga rregulloria e policisë së shtetit dhe procedurat standarde të punës. Hetimi është në proces dhe pritet të sqarohet e vërteta e ngjarjes.